ca shifra, ca paradokse, ca fakte. Gjyshi i Belit u arrestua pikërisht në 16 dhjetor 1974. Beli ishte 1 vjeç. 51 vjet më pas, 16 dhjetor, sot kemi ditëlindjen e Lalierit, ku 30 militant, kamikaz politik, që dikur dje votuan, se tha shefi Edi Rama që mori frenat e bashkisë në dorë, duan ta rikthejnë përsëri, harruan që e përzun me shkelma. Do të varin ke ato pemët e mbjellura në behar. Kështu, kjo parti që përfundon, partia ime më dënon. Sa turp, tek e fundit ata janë shqiptarë, që betohen para flamurit pasi na kanë marrë votën, se ju a kemi besuar parat, pushtetin të gjitha, dhe përfundojnë pikërisht në dyert e burgut, por duke vjedhur miliardat, të cilat pas nuk i kthejnë. Dhe ne kjo na duhet. Ato paret, se e dim se qa mësh janë ata, por lekët tona ku janë? Ato si vinë ballë. Fatkeqësisht nuk vinë kurrë.